Përgjegjësia bie mbi ata që kanë dalë të parët dhe normalisht që duhet t'i japin një skenari i cili ofron zgjidhje kësaj situate të pakëndshme politike për të cilën jam shumë i sigurt unë dhe gjithë të tjerët që nuk i duhet Kosovës në këtë kohë. Pra jeni të thanë paka shumë që ka ra edhe entuziazmi dhe interesimi edhe i deputetëve për me marrë pjesë në këto vazhdimet e seancave? Jo, me thonë drejtën, pjesëmarrja e deputetëve është paka shumë ajo që ka qenë gjithmonë, por votat po dalin çdo seancë po dalin pothuajse gjithmonë më pak. Dhe ju jeni betonizu për këtë qëndrimin kundër votimit të fshehtë dhe s'po votohet as komisioni. Pse keni problem këtë çështjen e votimit të fshehur? Fillimisht si procedurë për votimin e kryeparlamentarit ka qenë procedurë e hapur dhe një procedurë e tillë duhet vazhdojë e hapur, domethënë këtë e rregullorja e funksionimit të kuvendit. Po këtu po flasim për pjesën se si duhet funksionojë sipas rregullores së aprovuar që funksionon kuvendi, ndërkohë nëse i bëjmë analizë politike, kjo del domon diçka tjetër dhe mendoj që kjo analizë vërtet e jep një diçka që është e pakëndshme dhe e parësyeshme. Pse duhet me votim të fshehtë? Cila është arsyeja? Çka përfitojmë nga një votim i fshehtë? A është çështje se numrat sipas vetëvendosjes? A është çështje se institucioni më i lartë i shtetit i nënshtrohet një pazari me çmim më të ulët ose më të lartë që të marrë 1 ose 2 deputet ose x deputet dhe pse duhet që të ulet kjo transparencë që vërtet gjithmonë është proklamuar kaq shumë dhe të kalojmë në një votim të fshehtë ku nxjerr në papazaret eventualisht kamuflon ose fsheh vota të cilat nuk do donin të kalonin një kandidat përmes votave të tilla siç mund të jenë votat e listës serbe. Pra, a është kjo... Ju po konsideroni që nëse votohet në mënyrë të fshehtë, lista serbe mund ta kaloj këtë fazë? Unë e konsideroj si dëmtim i madh i transparencës së funksionimit të kuvendit, kalimi në vot të fshehtë, aq më tepër që kjo nuk mund ndryshohet si procedurë, por e dinë edhe ata që kanë propozuar, po domthonë situata është e tillë që institucioni më i lartë i shtetit nuk duhet të nënshtrohet pazareve të tilla që të siguroj ose të blejë një vot lart ose poshtë. Vetëvendosja po citon një akt vendim të gjykatës kushtetuese ku përmendet edhe mënyra e votimit të hapur dhe mënyra e votimit të fshehtë. Sakt, nëse kjo fillon me votim fshehtë, por jo nëse procedura e votimit hapur dështon dhe e kthejmë votim fshehtë. Pra ju do të ishit okay nëse do të ishte propozuar që në fillim kjo mënyrë e votimit. Mënyra e votimit propozohet në fillim dhe një proces i njëjtë e përfundon votimin po në të njëjtën mënyrë që ka filluar. Në këtë rast vetëvendosja thotë që ka deputet të partive të tjera që publikisht nuk mund ta tregojnë për krahin e tyre, për kandidatën e tyre për kryetarët e kuvendit, sepse kanë trysni, kanë presion prej kolegëve bashkëpartijak. A ka të tillë në lidhjen demokratike, a besoni që ka?